Në prag të nisjes së sezonit të plazhit, bizneset turistike po përpiqen të plotësojnë vendet e lira të punës. Kryesisht fillojnë nga menaxherët, fillojnë nga kamarierët, deri tek sanitarët. Edhe këto, ndërkohë që këtu ke neve për hir vërtet janë rritur rrogat, duke filluar nga sanitarët deri te shefat e kuzhinës, të cilët kanë rroga mjaft të kënaqshme, duke filluar që ke sanitarët, të cilët kërkojnë, domethënë, flas në bregdet, nëpër hotele. Kërkojnë vërejnë rrogat nga 1200 euro në muaj. Kamarierët, po gjithashtu 1200 deri 1500. Kuzhinierët fillojnë nga 2000 euro e lartë, sipas standardet e hoteleve. Në përgjithësi të gjitha strukturat kanë filluar fushatën e rekrutimit të burimeve njerëzore, të cilën po përpiqemi për të zauruar në maksimum të gjithë ata që kërkojnë të punësojnë në këtë sektor. Sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit, vetëm për 3 muajt e parë të vitit janë regjistruar afro 2200 vende të lira pune në sektorin e turizmit, ndërsa nevoja gjithëvjetore është disa herë më e madhe. Duhen mbi 10.000, 12.000, domethënë punonjës që të plotësojnë nevojat e gjithë turizmit bregdetar. Ka disa hotele që sigurisht mundohen që t'i mbajnë edhe jashtë sezonit, por kjo ne kemi ngritur zërin, domethënë në takime tjera, është domosdoshme që qeveria të ndihmojë për sa i përket jashtë sezonit, siç i kanë dhe fqinjet tanë, duhet i paguajë sigurimin shoqëror këtyre punonjësve. Numri më i madh i vendeve të punës në industrinë e turizmit sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit është në Durrës, pasuar nga Saranda, Vlora dhe Tirana. 68% e vendeve të lira kërkohen me eksperiencë pune, ndërsa për 22% të pozicioneve, biznesi siguron edhe transportin për punonjësit.